Shikues të dashur, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit në një moment edhe në një situatë krejt tjetër. E kemi një mysafire shumë speciale. Vjen prej Shqipërisë edhe ajo sonte, merret me fitness. Është edhe influencere, me neve sonte është Leona Marko e ftoj me duartëgitje të madh. Mirëmbrëma Misaela, faleminderit shumë që erdhe. A të prezantova mirë ajo? Nice. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit. Ulë ma tek kushia. Apo tu të sa? Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit gjithashtu për. Leona Marko për ndryshe. Shë e kia të bokserin, e kina i sem Florionina? Jo, asgjë. Asgjë. Faleminderit edhe njerë që erdhe. Faleminderit dhe mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Thash trajnere fitnessi, po mënoj kështu kina i fitness tonën apo veç si Jo. Fitness timin, jo, thjesht ushtroj palestër. ti ushtron? A je edhe trajnere kështu? Po. A të ka ro për shembull me pos me ushtru naj politikan për shembull se folëm më herët për politikën? Jo. Ose naj grut politikanë për shembull ai Monikën, gruan e Ilir Metës. Jo. E kam po në të njëjtën palestër ushtrojmë, por jo. Me kënë ushtron në njëjtën palestër, me cilën Me prej gruan e Ilirit. tjerat? Ka plot. Ka plot, ha? Po, plot. E Do kështu ishte më mirë këta politikanët të shikojmë të ushtrojnë premtimet e dhëna, jo. Po kështu si trajnere për shembull më thirrë ai personali kështu, pajtan me shku? Pse jo? Për shembull Edi më thirr të shtëpia ose Nuk ka nevojë. ose ai. Iliri në Burg, ha? Nuk ka nevojë ai për mua. Se? Se ka angazhime shumë. Po cilin prej politikanëve tu, për shembull tu në Kosovë ose në Shqipëri kishe pas shef me po ma me muskuj? Se di, unë nuk i njoh të gjithë, por Albinin e nje, sigurisht. as ai s'ka kohë. Ju, ha? Nuk i A shkoj. duke se ka gjyksën kështu përpjet e çana? Po, është kështu krenar. O është po. muskuloz, ha? Krenar me veten, nuk i them Në muskuloz. Instagram ishte kogje e furt. Me fondovesa po mënaj. I çik. Po, ta shkruaj kështu, domethënë ke marr oferta prej Më shkruaj. e burrat e martum shkruajnë. Se e kam pas po njëon dhe ju më shkruajnë burrat e martum. Po zakonisht këta të martuarit shkruajnë me fake, kështu që nuk e kupton dot nëse është ose jo. Jo më çudit që ka zbuluar ajo që është i martum. Nuk e di. Nuk e di na. Jo, Po shako treja Shqipëria, po deltin protesta ju, se tha më herët që ka protesta në Shqipëri. nuk merrem. Po ka e vërtet është. Këtë e kuptoj vetëm nga trafiku, nga rrugët e bllokuara. Për ndryshe nuk është se Ti merrem smiresh me fare. kësi Fare. Unë jam individ që punoj vetë, nuk është se Po vjen çudi që kur piftojnë emision këtu po vinë edhe me buzë të fryme sa na ju shtroni edhe buzë fitness apo bëni ndaj sen tjetër. është si kjo puna e meshkujve, që kanë filluar marrin lloj-lloj steroidi, lloj-lloj hormoni Ha? për muskujt. Ata rregullojnë muskujt, ne rregullojmë veten, pse jo? Po, ha? Unë jam pro. Zakonisht kur të shtroni kështu, nëse zgaboj du të mburujt edhe në ushqim, për shembull, cilat ushqime nuk i drejt me hongër, për shembull. Tani brumrat, Pjeshkën për shembull se ti jo Shqipëri. po pjeshka është si komplimenti, pranohet në çdo lloj diete. Sidomos Shqipëri e hani ju. Po. Është si komplimenti, e pranojmë në çdo lloj diete, në çdo lloj kohe. Dhe aham, po. Edhe ka pjeshkat e ne shumë. Po ka pjeshka ti ju. Ka shumë. Në çfarë kuptimi e thua? Ka për shembull Ka pems- prodhimtari, Aha. prodhohet Shkon lidhje e kështu nuk jeni Leona. Nuk kuptoj nga këto pyetje. Në lidhje. Nuk e kuptoj fare si Aha, pyetje. aha. Nuk dam me kuptu. Jo, se kuptoj. Po për shembull çka nëse kish propozuar një ideal pa muskuj se kështu. Me që ti ushtron fitness, a është keq për ty më propozuar një ideal për shembull me bark të madh? Nëse ka barkun e madh, do ketë Ka kapital, a? Do ketë mendjen. Kapitalin diçka do ketë. Shishini ju për shembull një moshkull femrat. Çe perceptoni për shembull kur e ka barkin e madh, a ka kapital la ju? Tani Njëri atje në publik me çan duar me bark të madh. nuk e di, mjafton, mund të jetë pozitiv. Po. Mund të ketë karakter të mirë, mund të jetë person shumë i mirë, do të thotë. S'ka lidhje borgja, po borkin edhe ja ushtron ti, se ti trajneri. Tu nejt me muaj, do e... E i ku morën në dorë sana këtu të fitnessit sonte, a mundesh më na kallëzu çka janë, unë i vish i kum ble po se. Po dhe që për shembull tu, ja është i fitnessit. Mund të jetë edhe i plazhit, se s'më duket Jo, si për fitnessit fitness. është, që ku i kum ble, këtu për ty i kum ble. Për mua, Po dhe? unë nuk ushtroj, më fal. Ha? Këto janë llastikat për të bërë S'mund me stretching. banko kështë e vesh ndryshe sonte. Janë vesh ndryshe. Çish vendosen këtu zakonisht po lidh që jo. Vendosen më shumë të në rasteve për të bërë stretching, tërheqje. E për çka për shembull ai burri që me bark të madh, ai lidh me çesi për me bon? Nuk i bën hajër atij ajo. Jo, a? Jo.
Po për shembull çysh e kishe avancuar me një diçka për shembull me punë të shtëpisë. Për shembull burrit me pos borkin e madh, jo me bë fitness, po me ndaj punë të shtëpisë. Çka më bëjnë në shtëpi? Boll me i thon burrit, kanë ardhur po vinë mysafir, duhet me pastru shtëpinë edhe bëre kardion. Po, ha. Po. Se kardio veç me ushtru, unë e di që bisiklet kardio. Është edhe ecja, është edhe vrapi, kardio për shien. Se ka pason një trajneri fitnessit që diçka tjetër është kardio. Po. Mund të jetë, po. Ç'të ka pason më? Është, po. A është kardio dhe jo? Është. Çka ka treja prej ti, përveç që mirësh me fitness e kështu, unë thash edhe je influenceri, po mënoj kështu, a mirësh edhe me reklama, me marketing kështu që... Me thënë të drejtën këtë kohë jam e angazhuar vetëm me palestër, duke qenë severa, por që po, merrem, me disa gjëra të vogla, për disa shembull, reklama. ata që kanë interes me pos në reklam lanë, për shembull, mund më shkru në kollab aty në Instagram e kështu. Po. Inshallah si ki çmimet e nolta. A je për shembull marak sikur këtu tuna në çonta e kështu në dham, çonta 5.000 euro, 10.000 euro Hermes. Po shif, unë nuk jam kjo gjenerata e re. Unë jam pak më e rritur, kështu që i kam kaluar këto Po, i ke kalu këtu. ciklet. Po. Dubai a ke qenë? Jo. Se mos si pyeti kështu me bojnë këtë. Nga që... Se po thojnë rrogat e mira, e kom thonë edhe më herët. Po thojnë, po unë besoj që nuk Që është sholla puna Dubai... s'është e rëndë se Unë besoj që Dubai nuk është më i shtrenjtë dhe më luks se Tirana, kështu që... rrogat veç janë të mira, thojnë, se di si jem kom. Se di. Bash ka pos qef me shku. Unë besoj që aty Veç për ndaj jetojnë... golldysh, jo më shumë, ha? Jo, s'di nga ato. Jo. Unë e peti që... Mi kert mirë e kishin për dishëm. E kisha. Kështu që nuk është se më duhet Dubai. Po, Fare. dhe me thonë merresh, a ki ndaj biznes ta unë kështu lona në diçka? Le të themi që po. Me çka? Po, Një butik, po. butik tisha, va? Ku e ki në Tirana? Po. Ku duket më mirë, Tirana apo Kosova? Se kishe jetuar në Kosovë një guti. Shqiptarë gjithandej, mirë është. Gjithandej, ha? Tirana ka diçka më shumë, Kosova ka diçka më pak, ose këtu më shumë, aty më pak, për mua janë të dyja perfekt. Si e sheti për shembull në situatën politike në Kosovë? A të pëlqen për shembull kryeministri ju se folëm pak më herët keni debati është për. Shif, unë këtë kryeministrin që përmendet, pa dashur të ofendoj ose të kaloj... Ma bërë ti kundra? Nuk e njoh fare. Po? Unë për aq shkollë sa kam bërë unë, për aq sa di, për aq sa kam dëgjuar, unë njoh Ashim Thaçin, Kadri Veselin, Ramush Haradinin, këta të tjerët nuk i njoh. Ramushin e njerë? Logjikisht kanë luftuar. Janë njerëz që kanë luftuar. Po çka për shembull Kanë tash po rrezikuar vjen? jetën. E vërtet, çka po vjen tash sezona për shembull po vjen. Për morëm si shembull, pyetje hipotetike vjen sezona verës, edhe njëri shkon pushime, normalisht edhe jo. Për shembull më të bëjë ofertë derava me shkum pushim bashkë me ta dhe Albin Kurti. Po nuk kishë shku. Fare dhe pyetje. Me asnjërin. Ju a? Asnjërin. Fare. Se Edi është qillmen kështu. Unë me asnjërin. Shoki nuizit. Asa i s'është fare në preferencat e mia. Po çka çfarë muzike dëgjon, se po thuaj se është preferencat mia. Unë jam të thash jam një çik më e rritur. Anë dhe? Kam kaluar të kjo faza e Gusti Rona, çka dëgjon? Sonte se fitimin e kem këngëtorë dhe bëm ka muzikë na Eli Malën shumë. Eli Malën? Po. Tjetër përveç Eli Malës? Muzikë të përgjithshme, po jo këto noise. Vjen nga Selivian, vjen nga Shkodra, se po thuaj Eli Malë. Po. E Shkodrës si ja? Gjysmë Shkodër, gjysmë Korç. Jam miksimi i mirë, po. Po miksimi mirë se Shkodra zakonisht folin pak si në Kosovort. Pak maran. I çik. Po. Fitimi sonte kena prezant, fitim. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë. Unë është më ul afër Leonës lirë. Jo, në rregull jemi, pak nuk po dojna pak me egzageru gjana, se unë kam edhe shkurt, nuk është edhe shumë gjatë kë pjesa jam. Faleminderit shumë, Sadri, për gjithë shka që kemi vetë. Unë është lirë fitim, për ndryshe fitimin, gjithë ju që e keni po, e ka pos një emision të jashtëzakonshëm me djalin e tij, edhe po besoj që ka diçka të reja, sonte fitimi ka orë me nda me neve. Po fit? Atëherë, do shta vetë me spjegu një gjatë që njerëzit po dojnë me ditë, po dojnë me ditë që shumica, 95% po dojnë me ditë se janë të ndimu shumë për djalin, prej emisionit që kemi pas, janë të interesuar shumë për me ndimu. Atëherë në Turki
duhet me dërgu djalin edhe Turqia i ka lyp 12.715 euro për mja gjetë diagnozën. Se njerëzit po thojnë, a ki prej spitalit letra. Duhet me di që spitalit lëshon letra nëse nuk mundet me shëru. Dhe me thonë, dijet është një smuj edhe nuk mujna me shëru, atër ta jep letrën. Po nëse ti smujnë mja gjetë diagnozën, atër ti ki drejt si prind me marë edhe me qitë jashtë. Tjetra, ose kjo mosha e ti e ka prit, dhe me thonë se djali jam Tariku, 6 vjeçare, dhe me thonë, është 6 herë u hi në anestezian. Qka që zemra e ti su në përbalan, se djali ka pas, dhe me thonë, problem me zemër, edhe ka mbyll problemin e zemrës. Pas problemit zemrës, dhe me thonë, ka pas shumë sfida, sa që ju kanë shfas, dhe me thonë, edhe 4 probleme. Fit për mësë bezgjot ma shumë, ku më të një mund njerëzit? Se po më shkryjnë edhe mu shumë, ku mund më të gjithë tyje për më të një mund? Po, është edhe një fond aty që e kemi dërgu edhe në foto. Po, që kena me qitë regjia po, veç. Se në për Raiffeisenbank po më thojnë që nuk po bën prej Evropës, atër dhe me thonë mundësia vetëm është në PayPal që veç e bojna edhe publike, edhe janë dhe me thonë në për këto agencionet Western Union, MoneyGram e Ria, që janë shumë të interesuar edhe po dërgojnë mjete, kështu që jemi dikon rreth 2-3.000 euro se nuk e kemi startu, dja ka qenë dita e parë, që kemi startu dhe me thonë TikTok. Nuk ka shumë e madhe edhe urojmë që pikë ti emisionit më mbledh. Faleminderit shumë edhe për këtë arsye, këtu e ku më hap temën e parë me ty, ku më thonë që i pari kime kanë. Faleminderit shumë. Edhe kështu që më mërmenja që tash e tutje kena me vazhdu me çfarë. Do të thonë, inshallah na shenjë edhe ju hojrin. Po shpresojnë tash, po shpresojnë. Urojmë shpresojmë. Leona e ka pas një histori shumë dëmshme, Fitim Gashi është këngëtari ju një rezident edhe bashkë me djalin e tij e ka smurë. Na kena insistuar dhe me thonë ekipa e emisionit që me hap një fondacion për me ndihmu. Kjo ka arsyeja. Unë uroj që djali jot shërohet sa më shpejt dhe u bëft më e mira. Faleminderit. Fitim, çka po na këndon sonte se ta Shqipërisë? Jo, është kënga se dy të dashura që i kam. Këto dhe me thonë edhe Skena për ty. Faleminderit. Se ty të dashura që i kam, o ju shokët e mi, unë shumë i dua to, por si sytë e mi, e para më është nëna moj, e dyta vajzjeti, që të dyja të mira jeni, ju kam si sytë e mi. E para më është nëna moj, e dyta vajzjeti, që të dyja të mira jeni, ju kam si sytë e mi. Por ti e dyta, mos u dësh prakat shume, se nënën time unë e du, ma shumë se dy. Po mos t'ishte nëna moj, vajz do të më kishe ti, që të dyja të mira jeni, ju kam si sytë e mi. Ishte nëna moj, vajz do të më kishe ti, që të dyja të mira jeni, ju kam si sytë e mi. Faleminderit Fitim Gashit. Themi përsëri bashkë me Elonën. Në me Elona kjo photoshopi e ka marrë punën juve që është një fitness. Që mund të hinë femrat aty i rritin, i zvogluj. Pa shku në fitness e që. Është momentale, është një punë që e bëjnë të tjerët, jo ti vetë.
Kur të paraqitesh vetë, pastaj. Jo, s'prekni kështu në Instagram me Photoshop me bo. Shifa, ndërhyrje dhe editime bëjmë të gjitha gocat, besoj unë. Po, a? Unë besoj që të gjitha po. Edhe një sen sham ka brengus shumë, pse bre fotografia bëni gjithmonë në banja? Shamull s'kam njona të del tilla. fotografi kështu shulja për mas. S'kam të tilla, nuk e di. Jo, a? Ja. Më dole far lule interesanta, më shulja kështu, ka po ki qil, Shikoj, edhe po fryt e po kështu. Ajo pjesa me lule për mes ka qenë e kaluar. Tash ti kam po ndruar 3 duan- banje, për pora në kom veç 2 për femra për meshkuj, tash është për femra për meshkuj edhe për fotografi. Tani kanë ndruar duam risi. Rinia kërkon risi. Risi. Kohës, po. A për falenderoj sonte kush ka rregullu sonte? Më besoj që e meriton, ë? Po. Një studio që ndoshta dhe gaboj të emri, zonja Bajrame, mos gabofsha, në Prishtina? Vranjevs. Në Vranjevs. po. Vranjes, duar të kitje për bravo. Po kështu fustona, je marak me veshje strajta për shembull, a ki veshje strajta, Luana? Fustona, kështu e, a je marak, a je apasionuar pas, domethënë, firmave, firmate i thoni ju. Si çdo njeri besoj që po. Për shembull, ura ka 2.000 euro, 5.000 kështu ski, a? Pse ka orë 5.000 euro? Ka shumë kanë rënë? Po dhe? Pse ka rënë? Ki ma strajta tja? Jo, thash. Unë e kam 100 euro, më shqipun, e kam shumë të mirë. Mirë. Eli vaj, faleminderit shumë Kjo që më ka t'rego. dhënë. Ta gëzosh. Bile më kanë dhënë se kom ble. Kjo tregon që je dhe patriot me Shqipojnë, the. Po vëllojqe, ku që zebit e si gjoku. Pas ke plot tatua në trup, çka do me thonë, çfarë do me thonë një? Thjesht i kam qef, jam e apasionuar me tatuazhe. Pa, di që s'laun hoxha me tatua. Për zotin mu hoxha s'më lan do, deshti në një hoxhonic, ndoshta, po hoxha jo. Jo, se le, edhe dek nuk e le hoxha më të lo? Edhe s'bëhet, duhet hoxhonic, se nuk i lejohet hoxhës. Aha, e hoxhonica nëse s'laun tana me tatua, shka bon? Unë besoj që si ti japësh lekët, S'ka njeri që s'laun, a? për zotin të lajnë të A ki veshë. shumë tatua? Pa, shumë. Sa për shembull e ki? Ka Nuk i unë e kam. paske si gazet. Pa. Thuj si piktur, Në ti jo si revista, gazet. Po, si piktur, po. Pa. Çfarë do me thonë një kam për shembull tatua? Kanë shumë gjëra, më tepër janë gjëra personale. Me që ke Luani për shembull, çka do me thonë? Çdo që peshumi. Kjo është, unë jam Luan në horoskop. Horoskop. Pa. Luani. Pa. Domethënë këtu drenushat e këtu pihangshe. Në mënyrë figurative, po. Figurative dhe. Dhe edhe në mënyrë dashurore. Po. Po për shembull çka sonte nëse dikush kish me mendu princi e ëndra për ty, kush si e mendon ti princin e ëndra tua? Ndoshta e ke gjetë, po nëse s'e ke gjetë. As nuk e kam gjetur, as nuk po e kërkoj dhe uroj mos ta gjej. Pse? Sepse unë besoj që jemi në një, le të themi në një periudhë kohore ose në disa vite që kam shumë princesha se princa. Ka arritur Kish s'po do me gjithë ka lura? arritur koha deri aty sa peshat më të rënda i ngrem në gocat në palestër, sa meshkujt. Wow. Ta them këtë në përgjithësi, jo vetëm si peshat. Po veç, a? Po hiç do më thonë s'do më martu të ja? Nuk thash diçka të tillë. Thjesht nuk jam në kërkim, nuk është Pse? fare. Si kërkem, po dhimbët vetura që du të me ndohë për gjysë pasuri, apo çka? Unë nuk ndaj gjë për gjysë me njeri. Heq, Unë jam nga i fshati nëm, jo fshati jap. çka do me thonë me mora? Veç me marë, jo me dhanë. A ki dikujna që i ke morë dhe si ja ke këthy? Po jo, se unë të thash, punoj vetë, i arri gjërat e mia vetë, kështu që nuk është sa i Aja kam për ju marrë. pengojnë kjo situata aktuale në Shqipëri për punën që e bëni për shembull në botek apo dyqan që i keni ju? A ndikon? Cila situata këtu? Po që kjo e protesta. Ja. Heq. Ja. Bile ma mirë vinë protestuesi. Ne shqiptarët jemi popull që duan vetëm të dalim, të vishemi, të lyhemi, po dhe në Kosovë ekziston ky fenomen. Do me thënë, le të digjet dynjaja, ne duam bëjmë qef. Lau, vishu, shminkohu që thoni ju këtu në Kosovë, rregullohu dhe dil. A ke pa ne si protest, si pa protest, si krizë, si pandemi, kafet, restorantet i ke pas plot gjatë gjithë kohës. Nuk është se pa kjo u është thuam 100% e ndonjëherë. vërtet, po. Kriz kemi, Edhe ne pore kështu skema për kafe kem ketë pore. Po. Pse Nuk ndodh gjen kjo? tavolinë me hy, Po. me ull. Dhe më thonë mu po më pëlqen se ti gjipin e pas ke bo me pore tua, jo me pore Dubajt. Jo, në Dubaj nuk kam qenë asnjëherë. Asnjëherë, a? Asnjëherë. Inshallah shkon, sa më fre. Jo, faleminderit.
Po, Pse më në për t'i thuj shliri, inshallah shkan mua. jo, nuk më pëlqen, unë Edhe kam inshallah Dubai punoj. Tiranën. Rrugat e mira pura, 2.000 euro se kem rrugën a këtu që punojmë. Jo, nga 900 Ka jam dollar ja kam. ketë aty, Po. bene kam 2.000 euro. Kam unë mikeshat mia që punojnë nga 900 dollar marrin për pastrime. Jo mi kisha të Leonës më ma gjithë një punë. Mos lakmo, Ha? mos lakmo. Leona, unë falenderoj shumë që ishe sonte, vërtet ke bisedë interesante dhe relaksuese, pas ati muhabeti tashme që e patëm për politikë. Çka kemi thonë shikuesve në Dhe fund? unë të falenderoj së pari për ftesën. Më pëlqeu intervista, unë ndjeva okay, thank you. Dhe për shikuesët që kam në higjë, se Kush do në Ushtroni reklama, sa më shumë. shkoni te Leona se kish followeri sa shumë në Instagram. ushtroni sa më shumë dietë, sa më shumë mirëmbajtje për veten, bën mirë si nga ana shëndetësore, ashtu dhe nga ana fizike, Buka s'bën njeri, du të me lëmë bukën, mi u kalëzëm. brumin automatikisht. Fli ka njerë bën, kur qesin Për shpijës. zotin dhe unë sa dal nga këtu, po, do iki. Faleminderit shumë që ishe, Faleminderit. Leona. Me do të kitje, faleminderit shumë Leona. Respekte, faleminderit shumë. Fitim faleminderit të themi shikuesve notën e mirë, ka që të personte shimi javë tjera, sigurisht.